Thuajse përfundoi edhe numërimi i votave të gjitha kategorive, si për partitë politike, edhe për kandidatët për deputet. Kosova tashmë ka një pasqyrë të qartë të këtij rezultati. Partitë politike e dinë se sa peshë kanë në elektorat dhe se si e sa mbështeten nga qytetarët e vendit. Zgjedhësit dhanë rreth 475.000 vota për koalicionin e lëvizjes Vetëvendosje dhe Albin Kurti, më shumë se sa për të gjitha partitë politike shqiptare e të minoriteteve të marra së bashku. Vetëm 25.000 vota më pak se sa donte në kuti zoti Kurti. Më në fund ky koalicion do të ketë 57 deputet dhe jetë më shumë se sa në zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, ndërsa PDK-ja do të ketë 1 e LDK 8 deputet më pak. Edhe AK-ja do të ketë 1 deputet më pak se sa para 11 muajsh. Deputetët e minoritetit serb dhe minoriteteve të tjera janë të pandryshueshëm. Shumë prej politologëve, analistëve dhe ekspertëve e kanë trajtuar fitoren e Kurtit dhe humbjen e partive shqiptare me arsyetime dhe vlerësime të ndryshme dhe të larmishme. Natyrshëm që faktorët që ndikuan në këtë rezultat janë të shumtë ose disa, por shumë pak po vjet në dukje një fenomen i zhvilluar sidomos në kohën e qeverisjes së koalicionit të Vetëvendosjes dhe kryeministrit Albin Kurti. Është fjala për akuzën ndaj tij. Studiot, salla e parlamentit dhe konferencat për shtyp për disa vite dhe gati çdo ditë hodhën akuzën se Kurti është spioni i Serbisë dhe madje se Kurti është hajni e Renc. Dikush thoshte edhe se Kurti është hajni më i madh që ka njohur Kosova. Qëllimi ishte që të harrojë qeverisja e klanit Pronto. Këto dy akuza ekstreme pa asnjë fakt, asnjë provë, asnjë dëshmi të dikujt si dëshmitar okular dhe pa asnjë argument në vend që të fundosnin Albin Kurtin, e ngritën më lart figurën e tij. Akuzuesit morën modelin e akuzave që politika e Tiranës përdor kundër njëri tjetrit, menduan se me këtë model do ta kishin të njëjtin ndikim që akuzat kanë në Shqipëri. Besuan shumë te skema e kryeministrit Rama për të ndërtuar narrativën e gënjeshtrave të mëdha, sipas parimit, sa më e madhe gënjeshtra, aq më shumë dhe më lehtë besohet ajo. Dhe duke dëgjuar këshillat e kreut të narkoshtetit shqiptar, akuzuesit e studiove pafund në Kosovë besuan se e kishin gjetur tashmë çelësin e suksesit në luftën kundër qeverisë dhe kryeministrit Kurti. Deri diku të njëjtën metoda ta ndoqën edhe me akuzat kundër presidentes Vjosa Osmani. Por po përqendrohemi më shumë në luftën hibride që ju bë Kurtit. Akuzuesit patën dhe kanë një regjizor në këtë fushat linçuese politike. Ai është Edi Rama, të cilit tashmë i bie shumë pak ose as pak kohë të merret me Kosovën dhe qeverinë e saj. Ka hallet të tjera ekzistenciale për veten e tij, por ata patën dhe kanë edhe një tru serbo-revanshist që drejton dhe kontrollon të gjitha këto fushata denigruese në televizionet e Kosovës e deri diku edhe në ato në Shqipëri. Është një kryeredaktor kundër Kurtit që me bekimin e Ramës ndërtoi skemën linçuese. Është Baton Haxhiu, të cilin Kurti e kishte cilësuar si të Ramës dhe të Aleksandr Vučićit. Shihni kronikat e lajmeve në këto televizione për Kosovën e qeverinë Kurti dhe do të vini re se çdo ditë lançojnë njoftime denigruese e kritike për këtë qeveri dhe për kryeministrin e Kosovës. Në ekrane flasin vetëm ata që janë të gatshëm t'i thonë Albin Kurtit spihun, hajn dhe renc. Dhe këta njerëz pa moral, pa ide, pa minimumin e respektit njerëzor, të pa fytyre, të pa dine imam, arritën që të shtinë në dorë shumicën e rrjetit të medjave për ta bombarduar dëgjuesin me akuza në luftën hibride kundër Albin Kurtit. Ishin të bindur e të lumtur se me këtë metodë po i shërbejnë gjithashtu Beogradit, duke shpresuar për ndonjë shpërblim të majm nga ana e qeverisë dhe shërbimit sekret të Serbisë. Por shqiptarët e Kosovës nuk u ngjajnë shqiptarëve të Shqipërisë. E kanë fjalën se ata nuk gënjehen e mashtrohen aq lehtë siç ndodh në Shqipëri. Shqiptarët në Kosovë, në vend që t'i besonin propagandës anti-Albin, e në këtë rast e them me bindje edhe anti-Kosovë, i besuan të kundërtës. I besuan faktit se kryeministri i tyre nuk është e nuk mund të jetë as spion, as hajn, as renc. Sa më shumë u përdor kjo narrativa anti-Albin, aq më shumë u krijua perceptimi se kjo luftë kundër kryeministrit ishte orkestruar në Tiranë dhe Beograd. Sa më shumë u deformuan exit pollet e sondazhet e Baton Haxhiut, aq më i neveritshëm u bë dora e djathtë e Edi Ramës dhe Aleksandr Vučićit në Kosovë. Për këtë arsye, zoti Kurti dhe Vetëvendosja bashkë me Guxon duhet të falenderojnë publikisht studio televizive të Klan Kosovës, TV Dukagjinit, e studiove të tjera televizive në Kosovë dhe në Shqipëri, si dhe protagonistëve të tyre, Baton Haxhiut, Adriatik Elmendit, Berat Buxhales, Melaim Zekës e shumë të tjerëve, të cilët nuk po i përmend me radhë.